Të gjithë e din tashmë se marrëdhënia e Gjestit dhe Gerta Gixharit brenda Big Brother VIP 4 nuk ishte dhe aq e mirë. Duke nisur që nga fakti se Gerta Gixhari i hodhi artistit shampanjë në fytyrë gjatë dasmës së Loredanës dhe Jozit. Më pas marrëdhënia e tyre vazhdoi me debate të her pas hershme dhe nuk u bën kurrë miq. Madje debatet mes tyre vazhduan deri në momentin që Gerta u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ndërkohë që ndryshe ka qenë raporti i Gjestit me Rozana Radin. Ata kanë qenë miq të mirë për një pjesë të konsiderueshme të reality show. Por me sa duket pas Big Brotherit, Gjesti ka një marrëdhënie më të mirë me Gertën, e cila u pase gjatë incidentit me Jozin i doli në ndihmë Gjestit, ndërkohë që sipas fituesit të Big Brother VIP 4 Rozana nuk bëri të njëjtën gjë. Për një shampanjë që ma ka gjujt Gerta, Rozana bëri namin për atë sen edhe më të rënd asnjëri nuk ka reagu. Unë e di që kanë pas me më pa në tokë 100%. Kanë qenë të mbushur me mlef me mu. Kanë patur qejf me më pa në tokë. Gerta e krejt kanë ardhur, ju të dy vetëm shikonit, tha Gjesti në post të Big Brother duke ju referuar Rozanës dhe Laertit. Por me sa duket pas Big Brother, Gjesti dhe Gerta që kanë pajtuar me njëri tjetrin dhe madje janë bërë miq. Gerta ka publikuar një video në Instagram, ku shihet së bashku me Gjestin gjatë post të Big Brother. Ata shihen duke u përqafuar me njëri tjetrin. Ah moj Gerta Gixhari, ti e din kush është stari. Është edhe Gerta Gixhari, dëgjohet teksa thot Gjesti, ndërkohë që të dy shpërthejnë në të qeshura.